Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimi qoftë Allahut azza wa jall, salavatat e selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me shpjegimin e sirës pra jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në dy derset e kaluara falëm për arritjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe falëm se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjet Medinën dhe se si Medinja përbëhej prej tri shoqërive, apo prej tri shtresave të njerëzve. Ato banonin muslimanët, banonin mushrikët dhe banonin qifotët, pra jahudit. Dhe në dersin e kaluar, falem se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trajtoi muslimanët në Medinë, ndërsa sot të flasëm se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka trajtue mushrikët apo idhujtarët. Pra, si u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ata dhe si janë sill pabesimtarët mushrikët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky grup, pra grupi i mushrikëve në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin grup i rëndësishëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po të njëjtën kohë dhe ishin grup i rrezikshëm. Pra i rrezikshëm në dy aspekte. Në një që të mbesin në shirkun e tyre dhe të bëhen armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu rrezikshmëria ishte për ta që nëse vdesin e kufër, atëherë do mbesin përgjithmonë në zjarmin e xhehenemit. Po gjithashtu ishte i rëndësishëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetonte në Medinë dhe ata jetonin në Medinë. Kështu që ishte mundësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'u përcillte mesazhin e Allahut atyre, pra të thirrste ata në Islam. Gjithashtu të dialogonte me ata në mënyrën më të mirë, pra duke i thirrë në Islam. Dhe gjithashtu të mos ballafaqohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta. Pra, të shmangej ballafaqimit, nga se nuk ishte në dobi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, të cilët ishin të ri domthonë në Medinë, vetëm sa kishin filluar në ngritjen e shtetit islam në Medinë, pra nuk ishte në dobi të muslimanëve që ata të konfrontoshin dhe të ballafaqoheshin me mushrikët. Prandaj, të shumë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sill me ta, dhe qoftë edhe me individ prej tyre. Historia islame na sjell një ngjarje me një prej mushrikëve i cili ka jetuar në Medinë, dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte shkuar në Medinë, ai kishte vendosur që të largohej dhe ta lëshonte Medinën dhe dilte nga Medinja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky person e ka pasur emrin Ebi Amir el-Fasiq, pra Ebu Amir i prishuri. Fasiq e ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Amo ka qenë i njohur në Medinë me emrin apo nofken Ebi Amir el-Rahib, pra Ebu Amir i devotshëm. Kështu e ka pas nofken ky në Medinë. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vendos në Medinë, ky vendosi që me lshu Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ndodhur një debat mes tij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja kanë nxjerr ato që ja kishte në brendësi. Dhe ky Ebu Amir el-Fasiq ka qenë baba i Ebu Handhales, apo Handhales, radiallahu anhu. Handhale është ai i cili
kanë me pastrua me la që të gjenazën e ti në luftën e Uhudit. Po do vjen si ngjarje. Ebu Amir al-Fasiq, pra ky njeri që vendosi me lshu Medinën, pretendante se është i devotshëm dhe pretendante se është në fejen e pastër të Ibrahimit alayhis salam. Pra në tauhid, në njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra arritën në Medinë, ndodhi një dialog apo një bisedë mes tij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abu Amir al-Rahib i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ma hadha ad-din alladhi ji'ta bih?" Se çka është kjo fe me të cilën ti ke ardhur? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot se është feja e pastër. Pra feja e cila ka qenë Ibrahimi alayhis salam, pejgamberi Allahu xhelalu ala, Khalilur Rahman, miku Allahu xhelalu ala, Ibrahimi alayhis salam. Dhe Abu Amir al-Rahib i thot pejgamberit alayhis salam se unë jam në atë fe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë që inneke leste alejha, ti nuk je në atë fe, por nuk vazhdo me ka atë fe. Për shkak se keni bën ndryshime të mëdha. Keni ndryshu fejnë e Ibrahimit alayhis salam. E keni ndryshuar tauhidin, e keni ndryshuar ritualet, adhurimin, kurbanin, haxhin, omrën, gjitha këtu. Pra nuk jeni në fejnë e Ibrahimit alayhis salam. Dhe pastaj Abu Amir al-Rahib i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot përkundrazi unë gjindem në fejen e pastër, ndërsa ti o Muhammed nuk je në fejen e pastër. Pra nuk je në fejen e Ibrahimit alayhis salam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që unë gjindem në fejen e Ibrahimit alayhis salam dhe feja në të cilën kam ardhur është e pastër sikurse luti. Pra është e bardhë, sikurse një fletë e bardhë, apo e pastër sikurse luti. Atëherë Abu Amir al-Fasiq i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot el-kadhibu amatahu Allahu taridan qariban wahida. Thot gënjeshtarin ja mundsoft Allahu me vdek, thot i dëbuar, i huaj dhe i vetëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthon e kishte për qëllim akuzonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abu Amir al-Fasiqut, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu veproft Allahu me atë i cili është gënjeshtar, pra në atë që pretendon. Dhe pastaj domthon zhvillohet ky debat mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Amir al-Fasiq vendosje ta lëshon Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jamsyn Mekës. Dhe shkon në Mekë, dhe atje në Mekë jeton 8 vite me radhë. Kur muslimanët çlirojnë Mekën, pra në vitin e 8 të Hijretit, atëherë Abu Amir al-Fasiq largohet dhe shkon Taif. Taif është dikon 7 kilometra prej Qabës, dhe pas një viti, pra në vitin e 9 Hijrije çlirojnë edhe Taifin muslimanët me pejgamberin alayhis salam, dhe pastaj largohet edhe prej Taifit dhe shkon në Sham, pra në Sirinë e sotshme, dhe atje vdek Abu Amir al-Fasiq, vdek i dëbuar, vdek i huaj dhe vdek i vetëm, dhe e nxan mallkimi duas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga sa e kishte mallkuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kishte pranuar fejen me të cilën kishte ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu ka ndodhur domthon me këtë mushrik. Pastaj pas largimit të tij, në vend të tij vjen Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Pra monën men këtë njeri, para arsye se ky njeri prej dersave të ashme dhe deri domthon në fund të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky njeri ka ai gjarë për i kryesor i cili do mundohet mi helmu pejgamberin alayhis salam, edhe do mundohet me i helmu muslimanët. Por ky do jetë koha e nifakut.
ky do jetë munafiku më i madh. Pra Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, edhe pse emri i kishte Abdullah, mirë po nuk i bëri asgjë dobi e emrit. Prandaj Abdullah ibn Ubej ibn Seluli do jetë apo kishte shpresuar të jetë mbreti i fisit Evs dhe Khazraj. Dhe ky, siç i kemi mësuar, ka qenë ai i cili ka shkuar me 300 prej fisit Evs dhe Khazraj dhe banorët e Medinës, ka shkuar me kry haxhin. Dhe pastaj në Bej'atul Aqaba e Thaniya, pra në besatimin e dytë, Aqaba si kemi shpjeguar, 75 prej muslimanëve kanë dalë për grupit ti, kanë shkuja, kanë po besatimin pejgamberit alayhis salam, dhe ky nuk e ka ditë. Pra kemi shpjeguar këtë dhe mundeni mu kthy tek dersi, domethënë besatimi i dytë në Aqaba. Dhe me ardhjen e pejgamberit alayhis salam në Medinë, atëherë ensart e zgjodhin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si prist të tyre, dhe se ai ishte pejgamberi Allahu xhallahu ala. Prandaj urrejtja, zemrimi dhe inati kishin za vënë zemrën e Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, dhe ai e priste në çdo moment hakmarrjen dhe luftën e madhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket domethënë individave se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sill me disa prej tyre. Pastaj si u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo si ka trajtuar pejgamberi alayhis salam mushriket që ishin nga beduinët arab që jetonin në Medinë dhe disa nga fiset e mëdha. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgonte tek fiset e mëdha arabe në Medinë dhe jashtë asaj, dërgante njerëz që të thirriste ata në islam. Dhe nëse kishte ndonjë prej muslimanëve nga fisi i tyre, atëherë e angazhonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që t'ia mësonte atyre islamin. Dhe e kemi fisin Ghifar. Fisi Ghifar, nga ky fis rrjedh Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dhe për këtë fis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Ghifarun ghaffara Allahu laha, thot fisin Ghifar, Allah e falt atë. Dhe Abu Dharr al-Ghifari kishte shkuar si mësues, si davëtzi dhe thirrës të ky fis, dhe don Allahu xhallahu ala që gjysma e fisit me pranu islamin. Dhe me kalu në krahët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetë fakti që pejgamberi alayhis salam kishte dërguar Abu Dharr al-Ghifarin që t'ia mësonte islamin, kjo jepte me kuptu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i fortë, nga se po dërgon në një shtet të ri që ka në Medinë, po dërgon njerëz për t'ia mësuar islamin fisëve të tjera. Kjo e para, dhe e dyta, që mos mendojnë fisë të tjera se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët janë pakicë. Kurse si, ata janë të fortë dhe janë të fuqishëm. Dhe kja shumë është e rëndësishme në rrugën e davetit. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdonte dhe përpiqej të lidhte aleanca dhe marrëveshje me fisët të cilat gjindeshin në Medinë. Pra në vend që domethënë të mos i ketë armiq, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhte marrëveshje me ta që të mos i bente armiq, dhe ti neutralizante dhe mos ta sulmonin këtë shtet të ri islam të Medinës, pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka strategjia e tij ka qenë që të bënte marrëveshje në dobi të islamit të muslimanëve, pa lëshuar dhe pa i shkel parimet e akidës dhe tauhidit, dhe në të njëjtën kohë të japej mundësia që të thërriste ato fise e akidë dhe tauhid e kështu me radhë. Dhe prej fisëve që ishte shumë i rëndësishëm që pejgamberi alayhis salam të lidhte marrëveshje me ta, ishte fisi Gjuhejne. Dhe ky fis jetonte në perëndim të Medinës dhe ishin shumë fis i rëndësishëm pra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që pastaj sahabët e lëviznin në vendin e tyre
me koajt e tyre, me shpatat e tyre, me grupin e tyre, në mënyrë se mund në këtë rrugë kalonin fisi Kurejsh apo armiqtë e pejgamberit alayhis salam, të cilët e kishin dëbuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga Mekka. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç këtij fisi, pra fisi Gjuhejne, pra përpiqej që të lidhte marrëveshje edhe me fiset e tjera që mos i ketë armiq dhe mos ta sulmonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej trajtimit të mushrikëve që e kishte parasysh, ishin edhe mushrikët të cilët edhe kishin dëbuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga Mekka. E këta ishin Kurejshitët, pra Mekasit. Thot Allah azza wa jall për ta: "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dhe ata do vazhdojnë vazhdimisht të ju luftojnë juve derisa t'ju kthejnë nga feja juve nëse ja arrin, pra nëse do kenë mundësi. Dhe gjithashtu mushrikët e Mekës do jenë ata të cilët do ecin dhe do lidhin aleanca dhe marrëveshje me mushrikët e Medinës dhe me çifutët e Medinës për ta sulmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, mushrikët e Mekës ishin idhujtar, kurse çifutët e Medinës ishin ehlul kitab, pra idhujtarët e librit. Po megjithatë, mushrikët kur është në pyetje Islami dhe muslimanët bashkohen shtetet e tyre, qytetet e tyre, fiset e tyre, edhe pse dallon feja, pra ata kur është pyetje Islami bashkohen. Dhe ai i cili e lexon histori do e verejnë se gjatë gjithë historisë janë bashku kur ka qenë pyetje Islami dhe muslimanët. Prandaj muslimanët, edhe pse kishin ikur nga Mekka në Medinë, nuk kishin liri zgjidhje tjetër, pra pritnin çdo ditë që mund të sulmonin nga Mekka, dhe se Mekka apo Kurejshitët nuk do heshnin dhe do sulmonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe kjo është ligj dhe sunet e Allahut në tokë, se lufta mes vërtetës dhe pavërtetës do vazhdon deri në kiamet. Prej atë ditë kur Iblisi mallkuar nuk ka pranuar me rënë sejdë babait ton Ademit alayhis salam, atëherë ka formuar ushtri, ka vendosur arsh fronin e tij mbi deti, i shpërndon ushtarët e tij, i shpërndon komandantat e tij, pe njerëzve të gjinve për t'i luftuar. I kanë luftuar pejgamberët e Allahut, i kanë luftuar sahabë dhe kanë me vazhdu me i luftu musliman deri në kiamet, apo deri sa të vjen Dejjalli, zoti i tyre, dhe pastaj të mbyt Isa alayhis salam, dhe pas mbytjes së Dejjallit do shkojnë ushtarët e tyre, dhe pasues të Dejjallit do fshehen pas pemës Gharqad, dhe do fshehen pas gurit dhe druni, dhe atë ditë do të fol guri dhe druni: "O musliman, eja se pas me është shef qifuti dhe është shef pasuesi i Dejjallit." Dhe gjithashtu prej atyre që ishin mushrik, në këtë rast ehlul kitab, pra ishin jahudit që jetonin në Medinë. Dhe subhanallah, Allahu xhelalu ala na ka treguar në Kur'an me një ajet kur flet për këto dy fej, pra fejnë e idhujtarëve të mushrikëve të Mekës në atë kohë, dhe të qifutëve, domethënë në atë kohë dhe në këtë kohë të qifutëve. Thot Allahu xhelalu ala: "La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku." Do i gjesh apo do vëresh armiqet më të ashpër, më të rrept ndaj muslimanëve, qifutët dhe ata që kanë bërë shirk, pra idhujtarët. Të dy palët janë domethënë armiqtë të muslimanëve, wa yas'auna fil ardi fasada, dhe ecën e tokë me bë shkatrime dhe me dhezë luftra, dhe luftrat e tyre janë të vazhdueshme ndaj muslimanëve, dhe qëllimi i tyre është që muslimanët mos me i lanë të bashkuar dhe mos me i lanë të me pas fryt, dhe muslimanët me i lanë të përqarë dhe të nënçmuar kështu me radhë. Pra mushrikët e Mekës në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo mushrikët si vepruan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mushrikët e Mekës në këtë rast Kurejshitët
ishin fisi dhe kabilja më e madhe prej kabileve dhe fiseve arabe. Dhe historia Kurejshitëve është histori e lavdishme. Dhe gjithashtu Kurejshitët e kishin si zakon që të sillshin mirë me gjitha fiset arabe, nga se këta ishin ata të cilët i kishin qelësat e Qabës dhe i pritnin haxhit dhe umregjit, dhe këta ishin ata të cilët ju ndihmon njerëzve e kështu me radhë. Prandaj si vepruan këta me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurejshitët së pari ishin kryefurt dhe mendjemdhej dhe nuk e paramendojshin të nënshtroshin dhe të dorëzoshin dhe të pranonin islamin dhe të rreshtoshin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çka bërën Kurejshitët? Kurejshitët, vëllezër të nderuar, vendosën që të gjitha lidhjet dhe marrëdhëniet e tyre të ndërpresnin me muslimanët dhe të ecnin në shkatrimin e çdo lidhje që i çon në forcimin e muslimanëve dhe të ecnin në bashkëpunimet e tjera që të dobësonin muslimanët dhe të fusnin përçarje dhe të fusnin në luftë muslimanët me të tjerët. Prandaj çfarë bërën mushrikët e Mekës në atë kohë? Pra Kurejshitët. Kurejshitët vendosën që të lidhnin aleanca me çifutët në Medinë dhe pastaj gjithashtu me kokën e munafikave, Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, për arsye se ata e dinin se pejgamberi alayhis salam përveç që ka shkuar në Medinë, ai është edhe nip i Medinasën, ka se pejgamberi alayhis salam i ka pas dajt në Medinë. Pra, te fisi Khazraj ka qenë nip i tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, familja e tyre quhet Banu Najjar, prej Khazrajazve. Dhe ata dinin se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e prisnin Kurejshitët se mundet mu forcu. Përveç kësaj pejgamberi sa po thirr në Zot, po thirr që është pejgamber, po thirr në tavaf, po thirr në haxh, pra po thirr në fenë e pejgamberve, dhe feja e tij me fenë e çifutëve, pra jahudive, pra e llogarisnin se është feja për afërt. Pra edhe ata thirrin në një Zot. Kështu që e prisnin Kurejshitët që nëse forcohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai një ditë do vjen dhe do i lufton me kasit dhe do ju bjen ai reputacioni dhe krenaria dhe nderi në Mekë. Atëherë çka bërën Kurejshitët? E para, vëllezër të nderuar, vendosën që me i përdor disa metoda ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj muslimanëve të cilët jetonin në Medinë. E para për këtyre metodave ishte që të dërgonin një letër apo një mesazh tek Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, pra koka e nifakut, dhe ky mesazh ishte kërcënues. Pra mesazhi Kurejshitëve ishte: ju i keni strehuar shokët tunë, po njerëzit tanë. Gjithashtu, ne betohemi në Latin, Uzajin dhe Menatin, se ose do i luftoni ata dhe do i debani, pra do i nxirrni nga Medina, ose ne do marshojna me një ushtrije prej neve dhe pastaj do ju luftojna juve dhe do ja mbysëm ushtarët e juve dhe do ja robrojmë gratë e juve dhe fëmijët e juve. Pra një mend, ky është një kërcënim dhe japte me kuptu se Kurejshitët nuk duhen kurfar marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Pra nuk ka marrëveshje mes dy shteteve. Prandaj, vëllezër të nderuar, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, posa që e merr këtë letër në dorë dhe këtë mesazh, atëherë fillon me mbledh mushrikët të cilët vazhdonin të ishin mushrik në krahun e tij, po kundra muslimanëve dhe kundra fisit e vetë, pra që ishin
disa prej tyre ishin pranuar Islamin, siç i kemi shpjeguar nga fisi Evs dhe Khazraj. Por nga ky fis ishte edhe Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Dhe vazhdon me ecë në luftimin e pejgamberit alayhis salam, luftimin e sahabëve dhe luftimin e njerëzve të vet, pra që ishin prej fisit Khazraj edhe fisit Evs. Prandaj siç thot Allah azza wa jalla, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa", ata dëshirojnë që ju të bëni kufër, siç edhe vet kanë po kufër dhe të jeni të barabartë. Allahu na ruaj prej kufrit. Dhe Abdullah ibn Ubay ibn Seluli i mblodh njerëzit e vet pra kundra muslimanëve dhe kundra fisit e vet. Shikoni, domthon dy feje të kundërta. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli me mushrikët e Mekës. Mirë po interesi për bashkët ishte që të luftohen muslimanët. Dhe gjithashtu muslimanët bashkohen që ta luftojnë Abdullah ibn Ubay ibn Seluli dhe grupin e tij. Dhe pastaj vëllezër të nderuar vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe posa që vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh këtë problematik me të cilën munduan mushrikët e Mekës me i përçoll muslimanët dhe me dhëz luftën civile mrena popullatës së Medinës me dy gjëra, me dy elemente, apo në dy boshte kryesore. E para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kujton këtyre fiseve dinjitetin dhe krenarinë e tyre. Pra se janë fise arabe me të cilën jenë burr mesin e fiseve të tjera. Dhe se kurejshitët kanë dërguar kërcënim, pra se do sulmohen dhe kanë formu komplet dhe dojnë me kërcënu Medinën, dojnë me kërcënu këto fise, familjet e tyre dhe njerëzit e tyre, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se padyshim ky është një komplet dhe një kurthë madhe ndaj jush. Pra pejgamberi sa nuk u ka folë të vllazni për shembull shpërblimi për xhenetin, sabri, xhehenemi, kështu me radhë, për arsye se këto derse janë më shumë kur janë veç ambienti islam. Po këto ishin kap shpatat më unë mushrikët Abdullah ibn Ubay ibn Seluli për të luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët. Dhe dyta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u flet këtyre fisëve në aspektin e akraballëkut, familjes dhe fisit, dhe u thot se ju nëse luftoni njëri tjetrin, atëherë ju do më thonë fisi Evs do e lufton fisin Khazraj, do e mbyt vllaun, do e mbyt njërin e fisit e vet. Pra Medinasi do e mbyt Medinasin, Evsasi do e mbyt Evsin, Khazrajasi do e mbyt banurin për Khazrajit kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kujton këtu dy boshte kursore dhe pastaj shpërndahen grupi muslimanëve dhe mushrikët, dhe me këtë urësi madhore dhe me këtë zuarësi arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e shim këtë fitnë dhe këtë përçarje mrena Medinës. Pra sikur të ishte dhëz kjo luftë, do ishte dhëz lufta civile, dhe atër kjo do shkonte në favor të mushrikëve të Mekës, dhe këtë e donin domethënë mushrikët e Mekës, dhe shteti i ri i pejgamberit alayhis salam islam në Medinë që ishte në djep ende vetëm sa kishte lindur, pra ishte dobësuar sikur të dhëzë kjo luftë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mundëson Allahu xhelalu ala që me e shym këtë fitnë dhe mos me shku uji në hambarin e mushrikëve të Mekës, mirë po me jetë zjarr në favor të muslimanëve. E dyta që mushrikët e Mekës e përdorin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si metodë për ta luftuar ishte lufta psikologjike nga kurejshet kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve. Pra pasi dështuan kurejshetët që të nxisnin në luftë muslimanët, atëherë mushrikët e Mekës i dërguan mesazh muslimanëve në Medinë. Dhe u thanë që mos u mashtroni nga ajo që ju na keni ikur neve dhe keni shkuar në Medinë. Ne do ju vina juve me ushtri dhe do ju shfarosëm dhe do shkatrojna çdo gjë të thatë dhe çdo gjë të njohur dhe do ju sulmojna në vatrat e juaja dhe shtëpijat e juaja.
Dhe mushrikët, siç kemi shpjeguar, janë mundu pejgamberin alayhis salam kur janë mbledh parlamentin Kurajshit që ka prezantuar edhe shejtani i mallkuar, pra janë mundu me mbyt pejgamberin alayhis salam, siç e kanë dhënë edhe idenë që më mbledh 40 shpata dhe musulmu të gjithë pejgamberin alayhis salam, të gjitha fisët, që pastaj familja pejgamberit alayhis salam mos me pas mundësi më hakmer në gjithëve mirë, po mja paguna vetëm gjakun e hakmarrjes. Pastaj janë mundu me mbyt pejgamberin alayhis salam në shtratin e tij, siç i kemi shpjeguar kur e kalon Aliun radhiyallahu anhu me u akthy amanetet. Pastaj janë mundu pejgamberin alayhis salam me mbyt edhe në hijret, saqë kanë vendosur 100 deve për atë i cili e nxan apo arrin pejgamberin alayhis salam dhe Abu Bekrin gjallë apo të vdekur. Prandaj pejgamberi alayhis salam kishte frikë se mos mushrikët e Mekës, ashtu siç kanë vendosur shpërblimin e Mekë, do lidhin aleancë me qifutet e Medinës dhe mushrikët dhe munafikat, dhe pastaj do vendosin të njëjtin shpërblim edhe në Medinë. Prandaj shiko se sa i zgjut ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ballafaqsimin e këtyre problematikave që një ditë në jetën e tij nuk e ka pas pushim. Nuk e kanë lënë rahat në Mekë. Ka ikë në Medinë, nuk e kanë lënë rahat në Medinë. Pejgamberi Allahut, i cili ishte dërguar dridh dhe u refyzoi zëm për ta. Megjithatë, ata vazhdonin për ta luftuar dhe për ta mbytur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. As kishte arritur gjendja në Medinë, vëllezër të nderuar, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte mundësi as të flente. Pra ishte lodhur dhe dërmuar nga çështja e gjumit, nuk mund të flente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe transmeton Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se një natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thonë, sikur të vinte një burr i mirë dhe të më ruante në këtë natë. Nga se ishte lodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra u dashke vëzhgim dhe roje e fortë në mënyrë që mos të i bëjë ndonjë atentat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha kur i ndëgjuan fërkend e Sa'd ibn Waqasit radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Abi Waqasit radhiyallahu anhu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma jaa bik. Thot çfarë sjellë o Sa'd? Atëherë i thot pejgamberit alayhis salam, vallahi nuk jam ndi rahat në shpirtin tim. Dhe u friksova mos po të ndodh diçka e keqe dhe erdha për të bërë rujë dhe për të ruajtur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi, pra kam ardhur për të ruajtur, o i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për Sa'd ibn Abi Waqasin për hajër dhe mirësi dhe pastaj ka flajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka vazhdu derisa i ka zbrit ajeti pejgamberit alayhis salam, wallahu ya'simuka minan nas, Allahu do të mbron ty për njerëzve. Kur ka zbrit kjo ajet, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë njerëz, shkoni në shtëpiat e juaja se mua do më mbron Allahu. Mirë, po kjo ka qenë veçori vetëm me pejgamberin alayhis salam. Prandaj komandantat dhe prisat e muslimanëve pa marrë parasysh ku janë, duhet të jenë vigjilent. Nga se atentatet dhe kurthat dhe komplotet gjithherë kur disën atyre që të zhduken dhe të mbyten nga ana e armiqve të muslimanëve dhe armiqve të Allahut. Gjithashtu prej asaj që kishin ecur mushrikët e Mekës për ta luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishte ndërprerja dhe shkputja e gjitha marrëdhënieve diplomatike mes Kurajshitëve dhe Medinës, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Pra nuk patën sukses me i fut muslimanit në luftë, nuk patën sukses me i friksue muslimanit, nuk patën sukses me u quë njerin mrena dhe pastaj aj me dhes fitnë dhe përqarje të muslimanit. Atëherë i përdaren metoda tjera, dhe cilat ishin metoda tjera. Mushrikët e Mekës vendosën që të ndalojnë muslimanët nga vizita e Qabës, pra ta krynin haxhin dhe umren. Pra Qabja nuk ishte vetëm e mushrikëve të Mekës, nuk ishte pronësi e tyre, aja ishte pronësi e sot i cili donte të shkonte dhe ta krynte haxhin dhe umren. Mirë po subhanallahu, mushrikët e Mekës vendosën që t'i pengonin muslimanët nga hyrja në Mekë. Dhe transmetohet nga Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhu
se kështë shkuar në Mekë dhe kështë hyrë në mbrojtjen e Umej ibn Khalef, i cili ka qenë një opikukov të kufrit. Dhe Saad ibn Muadhi ka qenë shok mik i tij para ardhjes së Islamit, para se të pranonte Islamin. Dhe Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu, pasi që e merr në mbrojtje Umej ibn Khalef, i thot dëshiroj kur thosh çabja lirë me shku me bë tavaf. Dhe del Umej ibn Khalef dhe e kontrollon rrugën dhe çabën dhe shes se është zbrazët, pastaj e thirr Saad ibn Muadhin me bë tavaf. Dhe gjatë tavafit në çabë vjen Abu Jahli, faraoni i këtij Umejtit. Dhe kur vjen Abu Jahli i thot Umej ibn Khalef, Umej ibn Khalefit, i thot, ja Eba Safwan, men hadha meak. Thot, o Ebu Safwan, kush është ky me ty? Po e njehte Saad ibn Muadhin, mirë po Umeja i përgjigjet hadha Saad. Pra ky është Saadi. As nuk i thot Saad ibn Muadhi, as muslimanës, as një prej tyre. Pastaj Umej ibn Khalef i thot Saad ibn Muadhit radhiyallahu anhu, thot, sikur të mos ishe në mbrojtjen e Umej ibn Khalefit apo e Basafuanit, thot, do i qërejsha hesabit me ty. Nga se, thot, ti po sillesh, po ban tavaf i sigurt në Mekë, ndërsa, thot, ju e keni strëhuar ata fëmijët, por i ka qujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabët të vegjël, djelmoshat. Edhe po e ndihmoni, thët ato. Pastaj e kërcënan, do më thonë, Abu Jahli Saad ibn Muadhin radhiyallahu anhu, mirë po Saad ibn Muadhi ishte, do më thonë, kokën lartë dhe me krenari i përgjigjet Abu Jahlit lanetullah alejhi, dhe si që transmeton Imam Bukhariu rahimahullah se ju ka përgjigj me furtë të krenari, dhe i ka thonë, amma wallahi, thët, vallahi, thët, lau mena'teni hadha, si kur të me pengajshë, thët, mua, nga kjo, pra nga tavafi, thët, atëherë, une do ta pengaj ty rrugën tane, nga se rruga e kurejshitve, pra ishte rruga që e përdanin për në Medine dhe për të shkuar në Sham dhe në tregtin e tyre, prandaj i thët me krenarie Saad ibn Muadhi, se nëse ti unë pengon këtu, unë do të pengoj atje, që për ty është edhe më rëndësishme, në më thonë buka dhe tregtia e kështu me radhë. Dhe nga kjo jep me kuptu se ata i kanë pengu muslimanet edhe nga kryrja hoxhit dhe umrës. Pra që nuk jenë pengu të tjeret. Mirë po kur kanë qenë pyetje muslimanet, i shkelin edhe të drejtat e tyre. Njëjtë shembull kemi parë me rastin e Gaza. Jenë shkel të gjitha, të më thonë, të drejtat ndërkombëtare e kështu me radhë. Gjithashtu, përveç kësaj, mushrikët e Mekës kanë vendosje me bë dhe një bllokad ekonomike ndaj muslimanëve në Medinën e ndritshme. Dhe këtë bllokad jenë munduar dhe jenë përpjekur qysh prej ditës së parë që ta realizojnë do më honë në Medinën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe gjithashtu, kjo blokad ka qenë që të lidhin marrëveshje me qifutët në Medinë dhe pastaj tu apengujnë muslimanëve gjërat në treg. Dhe tregu në Medinën këtë kohë ka qenë në duar të qifutëve. Pra në duar të qifutëve që e kanë jetue qifutët e fisit Benu Qainuqa. Këta kanë qenë fisi i qifutëve në Medinë dhe këta e kanë udhëheq tregun, do më thonë, e Medinës. Prandaj, çdo marrëveshje me këta ishte e rrezikshme për muslimanët. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i zgjuar në këtë pikë dhe eci pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që disa gjërat e ka lënë në dorën e muslimanëve, e prej tyre që është gjëja më e rëndësishme uji. Prandaj ishte aty në Medinë një post që njihet si
bi'ru rume, thot pusi i rumës. Ky ka qenë domethënë pusi i një qifutit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se kush e blen pusin e rumës, dhe pastaj ka shkue Othmani radiallahu ta'ala anhu edhe e ka ble pusin e rumës. Dhe pasi ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë pasi ka treguar Othmani pejgamberit alayhis salam, atëherë pejgamberi alayhis salam i ka thonë Othmanit që le këtë si vakaf dhe si sadak për muslimanët. Dhe Othmani radiallahu anhu e ka ditë se muslimanët nuk kanë mundësi me ble ujë për këtij pusi. Mirë, po s'ka prit Othmani radiallahu anhu shpërblim, s'ka prit pagesë për muslimanëve, mirë po ka prit shpërblimin prej Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sa kishte thonë që kush e blen pusin e rumës, atëherë për ta është xheneti, dhe në një transmetim tjetër se kush e blen pusin e rumës, atëherë Allah azza wa jall do e fal atë. Dhe Othmani radiallahu anhu e ka ble këtë pus dhe e ka lanë vakaf për muslimanët, pra që ta përdorin ujin e tina. Gjithashtu mushrikët e Mekës kanë përdorur edhe metodë tjera për mos me i lanë të qetë dhe rahat muslimanët. Prej metodave tjera që kanë përdorur ka qenë sulmet apo atentatet e tyre ndaj muslimanëve në Medinë, dhe e kemi rastin e një personi cili quhet Kurz ibn Jabir el-Fehri. Ky ka qenë prej atyre që një natë ka sulmuar Medinën dhe ka arritur me marr disa deve, disa kuaj dhe disa dele, dhe ka dalë pejgamberi sa me sahabet në përndjekjen e tina, mirë po ka arritur me ua vjedh dhe mua plaskit muslimanëve këtë pasuri, dhe pastaj ky person, pra Kurz ibn Jabir el-Fehri, me vënë ka pranuar Islamin dhe ka kaluar tek muslimanët. Pra ne e shohim këtu vëllezër të nderuar se si i kanë përdorur mushrikët e Mekës domethënë metoda të ndryshme në luftimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe luftimin e muslimanëve. Prandaj edhe e pam se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i ka trajtuar mushrikët dhe si u sill me ta dhe si u ka kundërvyje dhe është ballafaquar me kurthat e tyre dhe komplotet e tyre. Prandaj sot e kësaj dite ecin pabesimtarët me të njëjtat metoda dhe kurtha dhe komplote tek vendet e muslimanëve. Njashtu që kanë dërguar mushrikët e Mekës Kurz ibn Jabir el-Fehrin për me sulmu dhe me plaskit muslimanët, të njëjtet e kanë bën pabesimtarët në Sudan, kanë dërguar njerëzi në petkun e Islamit, amrena kanë pos kryqin dhe pastaj i kanë fut muslimanët në përçarje, i kanë fut muslimanët në fitne, i kanë fut muslimanët që ta urrejnë njëri tjetrin dhe ta luftojnë njëri tjetrin. Prandaj shembullin më të mirë kem pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku thotë: "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati." Thot, ua kam lënë dy gjëra që nëse kapeni në tu kur nuk do vijoni pas meje, ato janë libri Allahu sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo se si është sill apo si ka trajtuar pejgamberi sa mushrikët, qoftë në Medinë, qoftë jashtë Medinës. Pastaj inshallah në dersën e ardhshëm do flasim se si ka trajtuar pejgamberi selam çifutët. Allah azza wa jalla ju shpërblet me të mira të xhenetit. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.